Mbani mente në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Mentja është tepër e mirë dhe aromatike. Ajo është aleate vërtet për shëndetin e trurit dhe sistemin tretës tek njeriu. E përdorur prej shekuj me radhë në mjekësinë popullore, është konfirmuar edhe nga studimet moderne për efektet e saj pozitive. Një nga përfitimet kryesore të mentes lidhet me funksionin e trurit. Ajo përmban përbërës si mentoli, acidi rozmarik, të cilat ndikojnë në përmirësimin e kujtesës, përqendrimit dhe vigjilencën. Aroma e saj stimuluese ndihmon në qartësinë mendore dhe zvogëlon lodhjen mendore. Gjithashtu mentet kanë aftësi antioksiduese, antiinflamatore dhe mbrojnë qelizat nervore nga dëmtimi, duke kontribuar kështu në mirëqenien mendore afatgjatë. Nga ana tjetër, mentja është e njohur për efektin e saj qetësues ndaj stresit, ndihmon në lehtësimin e fryrjeve, gazrave dhe dhimbjeve të barkut, duke relaksuar edhe muskujt e traktit tretës.